të shtetit që të ketë edhe një mbikëqyrje më të madhe për kandidatët, për njerëzit të cilët synojnë për të bërë kryetar komunash në Republikën e Kosovës. Për ta kontekstualizuar këtë garën e madhe, pra betejën e madhe të balotazhit të nesërm, i kemi dy të ftuar në studio, Melazim Koci. Faleminderit për ftesën. Dr. Koci, e nisim me juve, i lexuam gjithë ata personat të cilët synojnë nesër që të bëhen kryetar në 18 komuna të Republikës. Sipas jush, kjo tingëllon si një pyetje klasike, ku do të jetë meqi më i madh? Ku do të jetë? Meqi më i madh, do thotë ndeshja më e evidente, do thotë çdo qytetar i Kosovës se jeton në Prishtinë dhe Mitrovicë. Besoj do thotë edhe për shkak të paqartësisë e pilotën Mitrovicës, do të ditëve të fundit ne në Mitrovicë zbarkojnë liderët e gjitha partive, kryeministri, gjithë ministrat, duket se ka mbet vetëm presidenti Osmani pa vizitu Mitrovicën. Ajo edhe nëse shkon është pak e çuditshme kjo zjarmi, kisha për thënë, gjithë kjo energji që shpenzohet në zgjedhjet lokale në Kosovë, por ndoshta do ta debatojmë pak më vonë. Ndërkëse sa i përket pyetjes juaj, mendoj se këtu do të zhvillohet do të thotë betejë kryesore në kuptimin se kush do të dalë fitues. Nga epilogu do të varet nga epilogu i rezultatit në Prishtinë. Do thotë në epilogun përfundimtar sa i përket Prishtinës dhe Mitrovicës, do të ketë shumë rëndësi fakti kush do të arrijë të mobilizojë të rinjët. Sepse supozoj është rregull që në ballotazh bjen pak dalja, do të thotë krijimi të institucioneve. Pra ju thoni që kriza e madhe politike që është në nivel të Republikës ndikon shumë te njerëzit që të mos dalin mbase për të votuar. Qytetari ndom logjikon kështu. Ka dalur në zgjedhjen e shkurt, tani ka dalur para një muaji, del sërish në ballotazh, pret zgjedhje prap tjera në dhjetor ose mars, kjo është e lodhshme. Kjo është raskapitse për votuesit dhe unë isha për të thënë. Dhe kjo është rregull, zakonisht në ballotazhe dilet pak më pak në zgjedhje dhe vendimtare mund të jetë fakti do të thotë aftësia e kandidatëve ose partive përkatëse që të mobilizojnë votues të rinj. Ata që për herë të parë ose ajo gjithsesi, ajo do të thotë koalicionet gjithsesi. Por në rastin e Mitrovicës dhe sidomos Mitrovicës do të thotë koalicionet eventuale nuk besoj që do të ndikojnë sepse vota është e koncentruar, është e fokusuar te dy kandidatët do të thotë kryesor, te zoti do të thotë Tahiri dhe Peci. Ata kanë marrë kjo në Prishtinë mund ta përcaktojë fituesin. Në Mitrovicë besoj që do ta përcaktojë fituesin fakti kandidati që do të arrijë të nxjerrë në vendvotime votuesit e rinj. Mendoj se ata do ta përcaktojnë fituesin në Mitrovicë. Dhe zotri Arifi, qysh e komentoni gjitha këto zhvillime, ideja që shkohet në një balotazh, një betejë të madhe politike, ku në një qytet, për shembull, marrim rastin e Mitrovicës, po zbarkon jo vetëm kryetari një partie, po edhe kryeministri në detyrë dhe shumë ministrat që janë duke u zhvilluar në Prishtinë dhe në Mitrovicë, sepse po gallojnë edhe dy ministra, ajo automatikisht kështu me radhë ato ajo vetvetiu shkon. E keni fjalën për kandidatët e vetëvendosjes. Normalisht sepse Peci e zotë Herullaj janë ministra aktual, në detyrë deputet azmo multifunksionalitetit të operimit se si e bëjnë, pra është e çuditshme çfarë aftësi e kanë. Dhe kur ti krahasosh këto komuna tjera e kanë humbur në Prishtinë, po më shumë në Mitrovicë. Dhe për mendimin tim kandidatët kryetar të partive të tjera, në muj 2 kryetar, kjo po ndoket pak edhe absurde në mënyrën se si po operon vetëvendosja. Kjo po tregon një pasiguri të madhe politike, sepse këto dy komuna janë, si po themi, ajo epiqendra e krejt lojës së madhe që po bëhet, mund të pozicionohen anti-VV. Pra prandaj loja është bërë aq e ashpër. Sa është e drejtë ndërhyrja në përgjithësi nga pushteti në gjitha komunat ku po zhvillohet balotazh? Për shembull, lëvizja vetëvendosje është në balotazh në 12 komuna, duke ditur që po Republikës së Kosovës, madje po atje edhe kërcënime gjatë javës së kaluar nga kryeministri në detyrë se nuk do të ofrojë të holla nga i buxheti 1 miliardësh për komunat, kryetarët e të cilave kanë vjedhur, ndonse asnjëri prej tyre nuk kanë as akt akuza, po ndonjë dhe shkohet me zotimet si çka bër kryeministri në detyrë Albin Kurti edhe për buxhetin
buxhetin e vetë qeverisë, jo ai që ndohet vetëm për komunat? Ndërhyrja është vështirë sepse tash duhet të parë ligji se si i specifikon shumë detaje të vogla, por që është imponim dhe një farë lloj intimidimi edhe sidomos votën, pra është një farë lloj intimidimi i pastër. Edhe njerë po them, kjo mënyrë e të folurit dhe e përcjelljes së mesazhit është automatike na dërgon një projekcion të pasigurisë së madhe. Prandaj them, edhe nëse i fitojnë zgjedhjet, kandidatët e VV-s do të jetë një fitore e pirës, sepse ata nuk kanë shkuar me karakterin dhe integritetin e vet. Me vizionin kemi pas premtime apo debat që nuk ndihmon në cilësinë e jetës. Pra, ma shumë ka intimidim, ka fyrje, kështu me radhë se sa që të flasim për se cila parti ka prezentuar projektin më të mirë, revizionin më të mirë. Pra, është një anomali edhe në këtë sistemi, po edhe një defekt të shesin mjegull, me një farë mënyre. Po flasim, zotë Koci, për ndikimin e nivelit qendror në nivelin lokal, po anasjelltas. A mund të flasim se sa do të ndikoj fitoria në komunat, pra në nivelin lokal, edhe për qeverinë e ardhshme, për fuqinë politike? Ja, unë nuk mendoj. Unë mendoj që tani ju bët pyetje pak më herët si ndërhyrje e nivelit qendror. Këtë e shfrytëzojnë, do të thotë, prandaj synohet që të mbahet që kryeministria, që ministrit, sepse kjo jep një epërsi, do të thotë, kandidatëve të tyre në këtë rast në zgjedhje lokale, por unë mendoj se ndikimi i rezultatit të zgjedhjeve lokale nuk është i madh dhe pastaj vetëm pas pak muajve ne pamë rënje para 4 vitesh të vetëvendosjes, ju kujtohet, apo rënje dramatike, po kjo tregon që sepse kemi dy logjika në nivel të Kosovës, në nivel qendror, ne kemi sistem proporcional. Në nivel lokal, në zgjedhjet lokale ne kemi kombinim të sistemit majoritar dhe proporcional, që janë dy logjikat e kundërta, sepse në rastin e zgjedhjeve lokale, qytetari njeh kandidatin nga lagja vet, nga mund të jetë familjar, dhe kemi rezultate shumë të ndryshme në nivelin lokal dhe nivelin qendror. Por kjo su reflektua në zgjedhjet e tashme, në 12 tetore, do thotë s'ka dallim të madh. Lëvizja vetëvendosjes sërish priu në shumicën e komunave. Sërish priu, por jo binshëm si para 4 vitesh. Megjithatë kishte një baraspeshim më të madh ndërmjet 4-3. Thotë që ky do të jetë rezultati i zgjedhjeve në nivelin qendror. Unë tani nuk du të paragjykoj, sepse nuk e di, as nuk du, por nuk mendoj që rezultati në nivelin lokale reflekton pastaj në nivelin qendror, edhe për shkak kësaj që do thotë, kemi dy sisteme të ndryshme, sistem proporcional në nivel qendror dhe sistem kryesisht majoritar, është leve, aty është proporcional. Prandaj po them kemi rezultate që nuk korrespondojnë njëra me tjetrën. Edhe kësaj radhe, nuk mendoj që rezultati i zgjedhjeve lokale, të pasnesërme, do thotë, që mund të jetë tregues i rezultatit të zgjedhjeve në nivel qendror pas në dhjetor ose në mars. Do të jetë tregues pajtona, por ja hupat fuqinë e lanin që ne i morëm edhe 2 komuna të mëdha dhe nëse nuk arrin këtë sukses, është një farë humbje edhe në nivelit qendror për shkak të angazhimit të madh që e kam pas. Kur flasim për rezultatet që ju po i shtjellani si në bazë të 2-3 shkallëve, për shembull në Mitrovic, për asambleje komunale, Partia Demokratike janë me kaq pak vota dallim diferencë me njërin tjetrin. Pse ndodh kjo, zotër Koci, do thot ideja për shkak se njerëzit që votojnë i kanë më afër ata që i votojnë për asambleje, dhe çka mundet me qenë dhe çka mundet me qenë një kryetar, i cili bëhet kryetar, por nuk e ka shumicën në asambleje. Do thot një nale mandej çalëk janë shumë probleme, e njëjta gjë vlen për secilin komunë që nuk arrin. Prandaj mendoj që në ballotazhe koalicionet do ta bëjnë atë hapin më të rëndësishëm, sepse aty është krejt brumi. Pra në kuptimin nëse me fitu përse përket për kryetar, për asamble, paka shumë edhe këto koalicione edhe në asamble mandej reflektohen. Kështu që është një fitore win-win.
Kosovës, pra është një lojë shumë e vogël, e cila nuk ka përmbajtje, ma shumë ka ambalazh për fatkeq, ende partit nuk kanë arrit me kuptu që kur partit decentralizohen në kuptimin që nëse parur pse jo edhe në, po themi një farloj bugjetit të tëre për me zhvillu kampanjën, do t'jenë gara kretjera. Pra do t'jenë debate kretjera, derisa kemi kaq interferim të madh të nivelit qendror të partive politike, do t'jetë në këtë formë. Që shisheni këto martesat me thona ashtu politike në nivel i partive të mëdha, PDK-s, LDK-s dhe vetëvendosjes? Mendoj se bashkëpunime në nivele lokale do të kishte pasur edhe më tepër, po mos kishte ndërhyrje nga liderët partijak, nga Prishtina, do të thotë. Është e saktë ajo që thotë parafursi që ndërhyrjet nga qendra janë ngulfatëse, do të thotë. Pse ata më lehtë mund të merren vesh pa ndërhyrje, sepse thjesht njihen. Kështu takojnë partive të ndryshme dhe nga njëherë, jo nga njëherë, por shumë shpesh e te i kalojnë egoizmin partijak. I pengon shpesh i ndërhyrja nga qendra, do të thotë që nuk u lejon autonomi të veprimit. Dhe ndërhyrja, ata shumë lehtë do të merreshin vesh në rastin të azim në rastin e Mitrovicës, nëse ndodh ajo që ju e përmendët, që mund të ndodhë shumë lehtë, do të thotë që të ketë disbalans mes asamblesë dhe kryetarit të komunës, pavarësisht cili do të jetë ai. Por po them në përgjithësi zgjedhjet lokale në Kosovë kanë shumë absurde. Është absurd i dorës vetë dhe nuk e ndodh, mendoj në asnjë vend evropian. Mendoni që duhet të hiqet balotazhi? Jo, nuk mendoj të hiqet balotazhi, por mendoj që afatet e fushatës zgjedhore duhet të zvoglohen drastikisht. Është shumë e gjatë fushatë nimujore, pastaj sërish dhe ditë tjera. Nuk ka askund në Evropë, po flas për vendet evropiane sepse nuk e di në botë, do të thotë, ta shihni kryeministrin ose liderët partijak që shkojnë dhe ndërhyjnë, që paraqiten atje qytetarë rëndëm nuk e heton fare. Fare nuk hetohen. Madje edhe mediarisht nuk janë të përcjellura ashtu siç i përcjellim ne në Kosovë, do të thotë. Në ditën e zgjedhjeve. Pasi që jemi demokraci në zhvillim apo jo, në ndërtim e sipër. Ndoshta, por kisha për të thënë diçka tjetër. Megjithatë është jo normale, nuk është normale. Unë them edhe diçka tjetër, nuk është vetëm se jemi demokraci, edhe në nivel lokal. Vetëm kështu mund të shpjegohet, do thotë, prania kaq e fuqishme e gjithë liderëve në gjithë Kosovën. I kemi nga njëherë jo një paraqitje, por nga dy paraqitje në të njëjtin komunë të liderëve nuk e ndodh kjo, po përjashtoj Ballkanin Perëndimor, vendet e Ballkanit Perëndimor, nuk e ndodh kjo në vendet e tjera. Nuk ka gjasa ta shihni një lider partijak në Çeki, Poloni ose Hungari që shkon ndërhyn. Dhe kjo në rastin ton bëhet edhe më indikative dhe më habitshme dhe më befasuese ndodh në mes të një krize shumë të madhe, për cilën ata tash e 10 ditë as që flasin, do thotë, as që përmend kush faktin që Kosova është në një krizë. Do thotë çdo gjë është fokusuar te zgjedhjet lokale. Unë nuk mendoj që zgjedhjet lokale në Kosovë dhe kudo qoftë që bartet në komuna, do thotë ai mund të jetë motiv dhe dyta tentimit krijohen bastione për zgjedhjet në nivel qendror. Por pavarësisht kësaj, mendoj se është egoizmi i jashtëzakonshëm politik i klasës tonë politike, që gjithë të 10 ditë e fundit, 5 ditë javën e fundit, ju nuk keni dëgjuar absolutuar Mitrovic, Prishtinë, Pej, Gjakov, nuk është e rëndom kjo. Dhe pashmangshëm, zoti Koci, nuk mund të mos i lidhe me zgjedhjet lokale me ato qendrore, sepse i kemi në derë zgjedhjet qendrore vazhdimisht, edhe tash kur ne po flasim dhe presim një seancë të radhës kuvendit që nuk po thirret, si duke do të pritet sërish deri në ditët e fundit, por nëse do të kishte guxim politik në mes të kandidatëve. Nuk mendoj. Ne ato koalicione do t'i shohim pas zgjedhjeve, pas prej të hënës. Po, këtu ka hipokrizi të madhe. Do të ketë koalicione sepse kur të duhet koalicioni nivelli qendror do të thotë janë marrë vesh në Pej dhe Gjakov do të thotë vetë jashtë. Do të qëndron krejt. Do të thotë taktojnë dhe do t'i japin rrugë të kalimit të krizës. Nuk besoj. Nuk besoj sepse thjesht kemi dy logjika krejtësisht. Ai më ka do të jetë hipokrizia më e madhe e partive politike. Nuk mundesh baba jot është kriminal, po ti je djali i mirë. Kjo logjik nuk funksionon. Prandaj është ka hipokrizia. Unë mendoj që do të ndikoj në një konotacion krejt tjetër, sepse i kanë leju me qëllim
ose ku kanë mundur të arrinë, po thëmë, do të justifikojnë duke thënë shiko, u bënëm në nivel lokal, tash për shkak të Kosovës, në thojca duhet të bëjmë një koalicion sepse nuk mund të shkojmë në zgjedhje të përhershme. Pra, do tjetë një që të ndryshojmë brenda natës. Pra, numra do t'jenë aty, qeveria do duhet, pak të në koalicionit që do të bëjë qeverinë e ardhshme, do duhet t'i siguron kuptim si shka në zgjedhjet lokale, pra të gjithë u bënën tash patriota, s'ka më tradhtar, kjo është shaj e mirë për vendin, të shofëm, ma në çdo fjalë që fol dikush edhe media duhet të jenë pak më aktive. Akuzat shumë ta, zoti Arife. Po pikërisht, kjo është hipokrizi. Shikoni. Po mas janë bërë gjithë patriota në kuptimin. Një orë bosh tradhtar, për një orë bosh gjeni, kjo nuk ka logjik. Kjo nuk ka sens. Ka mundësi që një subjekt politik të ndërhyjë edhe në takimet e dy subjekteve të tjera, edhe me qenë se përmendet edhe ju këtë term, i cilëson tradhtar me njerëz apo merr vesh janë takuar. Po kjo është mungesë që s'ka vizion për projektin. Ai kryeministër, ai ministër, ai deputet, ose cilë do kryetari parti, tu që kë apo ajo, e paska me të vërtet projektin që po mundemi ne me dal nga kjo krizë dhe me pas një projekt të suksesshëm zhvillimor. Pra këtë është logjika që kur nuk kemi çka të bëjmë, hajde mirë. Po më mbrom, sidomos në komunën e Prishtinës, folëm që në fillim dhe thatë që mund të ndikoj, do të thotë, marrja votave nga këse mbrom në kryeqytet, kur partia e cila kandidon pra në balotazh, lëvizja vetëvendosje, sulmoi të jetë shumë dy subjekte të tjera vetëm pse patën një takim. Pra pse duhet sulmohet dikush që ja kërkon vota dikujt tjetër në një garë siç është balotazhi? Tetor, ndoshta nëse të mungojnë projektet, nëse mungon platforma, nëse mungon oferta, dhe nëse heton që jene disavantazh, rapte unë e shpjegoj në këtë formë, do të të por nuk është me vend, sepse thjesht koalicionet çfarë do qofshin ato, në çfarë do qoftë niveli janë gjëja më normale, pse kanë sjellë në veten, cilat të qoftë nga partitë, nëse izolohet në një komunë, të zëm nga një pjesë e spektrit politik, duhet të pyesin vetveten se çfarë kanë bërë ata që janë izolu, do të thotë nga të tjerët. Nuk është problemi të tjerët, është problemi të ata. Ata mendoj që të shtrohet si nga ana, kjo mund të bëhet mund të debatohet nga ana analistëve, analizës politike. Po, pse ky me këtë ose me atë, por partitë politike nuk e kanë atë drejtë morale që ta gjykojnë, ta dënojnë dhe gjëja kisha për tonë dhe më mira, po të kishim atë frymë, edhe në nivellet qendrore, të kishim gjendje shumë më të mira. Pa tjetër se do t'i kthehemi analizës së juaj briljante të mirë politike, pas një bloku marketingu, por për pak sekonda, po i lexojmë edhe dy kandidatët e Mamut, komune që banohet me shumicë nga komuniteti turk, janë Abdul Hadi Krasniq, i cili është nga Kosova Democratic Turk Partisi, i cili në zgjedhjet e 12 tetorit ka marrë 1634 vota, që është 49.80%, dhe Fikret Morina nga Mamusha Halk Haraketi, dhe Mamusha për herë të parë mbase